Një val e re të nxehtit ekstrem ka përfshirë Italinë dhe një pjesë të madhe të Europës, ndërsa temperaturat pritet të arrijnë deri në 45 gradë Celsius në disa zona gjatë ditëve në vijim. Për herë të tretë brenda javës, autoritetet italiane kanë shpallur alarm të kuq për disa qytete. Aktualisht, niveli më i lartë i rrezikut është në fuqi në Firenze, Perugia, Brescia dhe Torino, ndërsa të mërkurën listës do të shtohen edhe Bologna, Frosinone dhe Roma. Sipas meteorologëve, temperatura do të luhaten nga 39 gradë Celsius deri në 41 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Italisë qendrore dhe jugore, si edhe në Sardenjë. Në zonat e brendshme, termometri mund të shënojë deri në 45 gradë Celsius deri në fund të javës. Përveç vapës përveluese, Italia po përballet edhe me një thatësirë të theksuar dhe mungesë të burimeve ujore. Situata paraqitet veçanërisht kritike në rajonin e Piemontes, ku autoritetet kanë ngritur alarmin për krizën e ujit. Ndërkohë, vala e të nxehtit po prek edhe pjesën tjetër të Europës. Në Mbretërinë e Bashkuar, temperaturat mbi 30 gradë Celsius po favorizojnë përhapjen e zjarreve, ndërsa në Francë flakët kanë përfshirë një pjesë të madhe të saj. Në Gjermani, autoritetet raportojnë rritje të rasteve të mbytjeve me 99 viktima të regjistruara vetëm gjatë muajit qershor.